në anamnezë e sipër vjen një grua shtatzën që ishte në fillimet e shtatzanisë, 7 javësh ose 8, nëse nuk gaboj, edhe fëmiu në anamnezë e sipër, fëmiu ishte me gërvishtje të macës, kishte edhe një fëmijë 6-7 vjeç, një vajzë, edhe testojnë, testi i parë që mu më shkojnë mendje me njerë ishte torçi toksoplazma. Gruaja ishte shtatzën, edhe me njerë kam informu ginekologun, e kam kontaktu ginekologun, sepse më tregoj vetë pacientja, edhe është ndërprej shtatzania. Tashi të lidhim pse duhet, do me thënë, miret vendimi, sepse toksoplazma si parazit, toksoplazma gondii, veprimi ose efekti i saj është direkt në sistemin nervor të fetusit. Dhe kemi, do me thënë, gjithë ato prapambetjet pastaj në zhvillim mental tek fetusi që nuk ka